Valentina, faleminderit që ju jeni pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për këtë të shtunë, për librin e sjellur, Monografi të aktores së madhe Hajrie Rondo. Faleminderit juve për prezencën dhe për këtë intervistë që po nisim së bashku. Si e nisët ju idenë për të nxjerrë një libër për aktoren e madhe Hajrie Rondo? Në Zanafill kanë qenë disa shkrimet e her pas hershme gjatë bashkëlltimit artistik që kam pasur pranë Hajrie Rondos, e cila shpesh herë interpretonte poezi nga krijimtaria ime dhe duke më ofruar dorëshkrimet e saj. Aty fillova, domethënë, të bashkangjis artin e saj skenik me poezinë dhe her pas here bëja shkrime për publicistik për periodikët, për gazetat.